Eugene Plevishti është eliminuar nga gara e Big Brother VIP Albania, duke i dhënë fund rrugtimit të tij brenda shtëpisë më të famshme në vend. Eliminimi i tij erdhi pas një nominimi të fortë dhe mjaft dramatik, ku ai u përball me Selin dhe Mirin në televotim. Pavarësisht mbështetjes që pati gjatë qëndrimit të tij, Eugene nuk arriti të sigurojë numrin e nevojshëm të votave nga publiku për të vazhduar garën, duke u detyruar kështu të largohet nga shtëpia. Largimi i tij shënon një tjetër moment të rëndësishëm në dinamikat e këtij edicioni, i cili vazhdon të surprizojë me zhvillime të papritura. Edhe pse rrugtimi i aktorit në këtë edicion ishte relativisht i shkurtër, ai u konsiderua kuptimplot, duke sjellë diskutime, reagime dhe momente që nuk kaluan pa u vënë re nga publiku dhe banorët e tjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.